Mirë po e keni parasysh, e keni një ndjenjë që ju shoqëron, apo duhet ju shoqëroj, duhet ta keni parasysh. Këtë ndjenjë kanë lidhjen tuaj me Allahun te bareke ve taala. Lidhja e robit me Zotin është tetë e rëndësishme. Dhe e keni parasysh këtë ndjenjë kaq të mirë që Allahu ty nuk të lën asnjëherë derisa ti me tërçenjen ju ke mbështet Allahu Teala. Mos u mbështet dikun tjetër. Mos ki bindje që të tjerët kanë me të mbështet të jetën. Janë periudha, janë faza kohore që ki shumë njerëz afër vetes. Dhe ato mbështetje që të vinë shumica janë për shkak të interesit, për shkak të pozitës tënde, për shkak të autoritetit tënd, për shkak të familjes tënde, për shkak të pushtetit tënd, për shkak të pasurisë tënde. Nëse këto të shkojnë, ndërpritet mbështetjet apo lidhjet me të tjerët, sepse shumica e lidhjeve në këtë botë janë lidhje të interesit. Përfundon interesi, përfundon edhe lidhja. Po nëse i mbështetesh Allahut, e dini çfarë ndjenjë është? E dini që kur ti je i vetmuar në mesin e shkretëtirës, e i rrethuar me kafshë të egra, ti je rahat, ti je i qetë. Sepse e din që Zoti për ty këtu në mesin e shkretëtirës ka përzgjedhur më të mirën. Edhe nëse kanë me të hangër kafshë të egra, ujshit, apo luant, apo dikush tjetër, prapë është mirë për ty. Edhe nëse kanë me të lëndu, prapë është mirë për ty. Edhe nëse kime shpëtu, prapë është mirë për ty. E dini pse? Se do të me qenë kjo ndjenjë e ngulitur në zemër se Allahu nuk cakton për besimtarin musliman diçka tjetër, vetëm ato që është e mirë. Se nga njerë dikush po thotë qysh bre mirë, po thani filoni një fëmijë e pat, edhe që ato ja murë Zoti, o me të pas një fëmijë. Hajrë është, mirë është, se e ka ditë Zoti që ai nëse jetëm, ku me ditë që ka bëhet nesër. E ma leto me të vdek e vladi, se sa me po të i promovu haramet e mdhaja. Pyet një ata baballarë dhe nana që fëmijët e tyne jenë zhytën harame, në gjënahe. Wallahi në qajnë edhe thojnë, sot me ma marë Allahi ma i knaqën jam, se sa që për shëf vajzën tem, që ka po bona po djalin tem. Nëse që ja u shprehin ju e neve ne shprehin, sot ja kësha dhonë Zotit, edhe ma i knaqën i qakon hiç mës me i pas, se sa që shumë ka ndalë fëmija. Se fështira vlazën është me rej vajza nana. I li pare nuk ka e shku nana për flaksh, se ka me dalë, ka me ushëtit, ka me kalu natën në për kafeteria, apo në për diskoteka, apo në për klabe. Fështirë është me pa e vladin ka rej babën, pa ka djemë. Edhe ishte pe i mendes me thonë, ai që e rej babën, ai nuk ka fëmija i tina. Pse, pe akuzonat grunet, se me thonë kështu atëherë, do me thonë ajo pas ka po zina gruja i tina. është teori e gabume kështu me thonë, jo i tyne është, po janë sprovu shumë. E të në ja merë Zoti, edhe, qka? është ma rahat. Qka do të thotë vllazën? Me pas lidhen me Zotin, është me ditë, se Zoti ty të mjafton për çfarë ti të duash. Wa man yatawakkal ala Allah, fa huwa hasbuh. Ai që i mbështetet Allahut, Allah i mjafton atina. Se shumë kush, edhe na po i mësojmë njerëz, po thojmë, gruas mbështetu për burrin se është shtyll. Edhe burri mbështetu për gruas se është shtyll, po ka herë kjo shtylla porzohet, po prishet. Pelshën ka një herë. E mos u mbështet as për ata, mbështeto për ato që ka pushtetin absolut. Se mundet me të lanë gruaja. Edhe ka gra që s'janë gra devotshme, në momentin që burri dorëzohet, e nuk mundet me furnizue me mjetë sa dohet, a nuk mundet me i kry do obligime ndaj saj, thëtë e që qani që e konë. Që t'je konë që shtu i shkej që qanë. Po që ishbe 30-40 vjetë martes kesh burri zoti, burri mirë, tash se e ka penzin 200 euro, 100 euro, që me bo i shkejt aj? A se ka bo veti. Se marrë dhe mirë shteti jonë, e ata të financave, marrë dhe mirë është penzioni me qenë dikun të 500, ka punu njerëzit ka 40 vjetë. Mi adhon tash një penzion dinjitos të paktën për ilaçe, për grue, për do gjona elementare me pas. Po nëse s'ka nuk do me thonë që s'o kon i Zoti. Andaj qka pra? Mbështetu për ato që nuk të le. E mos u mbështet për ato që të le.